Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. I zhytur në borxhe ra në pranga pak pasi grabiti 20.000 euro nga një bankë e nivelit të dytë në Tiranë në zonën e ish parkut të autobusëve. Policia arrestoi 58 vjeçarin Bardyl Fusha si përmarrës në fushën e ndërtimit. Po ashtu ju sekuestrua një Kalashnikov, armë të cilën qelloi në dysheme. Nga të shtënat e regjistruara rreth mesdite nuk ka shtetës të dëmtuar. Shërbimet policore ndërhyn me njëherë pas marrjes së njoftimit duke bërë të mundur kapjen e autorit të dyshuar në tentativë për t'u larguar nga vendi i ngjarjes. 58 vjeçari u shoqërua në komisariat. U mësua se ishte një kliente që telefonoi policinë që veproi në kohë duke ndaluar autorin. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Rikthehen tensionet në kuvendin e Shqipërisë, seanca plenare u ndez nga debatet e ashpra mbi çështjen Balluku. Sali Berisha hodhi ofendime. Shkelmoj mbi interesat tuaja jetike për të mbrojtur, më falni, në pamjet par vithet e Belindës. Edi Rame. Fjalorin, zoti Berisha, do t'ju ndërpritet fjala me një herë. Deputet, ju lutem zini vendet. Ju lutem zini vendet. Nuk mund të lejojmë këtë lloj fjalori në këtë parlament, paktën sa jam unë kryetari i kuvendit. Debate pati edhe për ngjarjet e 21 janarit, Erion Braçe dhe Sali Berisha. Me 4 të vrarë, jo me ujë, po me plumë në lule të ballit, me plumë në lule të ballit, dhe me 14 të tjerë të plagosur, me plumë, po prap. Nuk mund vjet tuhet na thuhet që gjuajtet me ujë dhe gjuajtet me plumë bagome. Në lule të ballit, 4 veta po prap. Shiko, që ajo ngjarje do t'ju përndjek derisa ai lart plumar, po patjetër që do ju përndjek deri në fund. Po që në këtë vend do bëhet drejtësi i ditë, do bëhet drejtësi i ditë. Histeria kolektive është sindroma para agonisë së plotë. Për 21 janari në kuvend foli edhe deputeti socialist Agron Malaj, i akuzuar si ish komandanti i grupit të zjarrit ku ishte në Gardën e Republikës. Grupi i zjarrit në Gardën e Republikës as nuk ka ekzistuar ndonjëherë, as nuk është në asnjë lloj strukture dhe organigrame. Por shpikja që bët ju për të deviju gjitha ngjarje, ku kam deklaruar dhe kam deponuar që nëse një efektivim nën komandën time ka gisht në ngjarjen e 20 janarit, unë jam përgjegjës bashkë me to. Po në parlament, kreu i grupit socialista Uland Balla propozoi miratimin e një rezolute në mbështetje të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Kresniqit dhe Recep Selimit. Të katëri ish drejtuesit e UÇK-s po gjykohen në Hag dhe akuzohen për krime lufte kundër njerëzimit. Palët u bashkuan nga PS dhe PD, të cilët miratuan një rezolutë në mbështetje të ish komandantëve. Kryeministri Edi Rama ironizoi sërish prokurorët dhe gjyqtarët duke ju referuar edhe zhvillimeve të fundit. Rama u shpreh se sistemi i ri i drejtësisë, edhe pse her pas here sjell surpriza, mbetet një pjesë e një procesi transformimi. Ky është rasti ideal tani që jeni përfshirë dhe ju të shkojmë të gjithë në paraburgim për shpërdorim detyre, tha Rama. Lajme nga rajoni. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, anuloi pjesëmarrjen në konferencën e sigurisë në Myny, si arsye përmenden angazhimet institucionale dhe prioritetet që lidhen me zhvillime brenda vendit. Konferenca e sigurisë në Myny i mban punimet më 13 deri më 15 shkurt në qytetin gjerman. Vendimi i marrë nga Osmani vjen një ditë pasi Kosova është bërë me qeveri të re me drejtues Albin Kurtin. Ekzekutivi u zgjodh dje në të njëjtën ditë që u konstitua Kuvendi i Kosovës. Kryeministri Kurti i paralajmëroi se pas votimit të buxhetit të shtetit dhe ratifikimit të marrëveshjes ndërkombëtare, fokusi kthehet te çështja e pozitës së presidentit. Presidenti i Republikës Bajram Begaj uroi qeverinë e Republikës së Kosovës dhe kryeministrin Albin Kurti për mandatin e ri qeverisës. Në një postim në Facebook, shefi i qeverisë thekson bindjen se përkushtimi dhe bashkëpunimi në dobi të shtetit dhe qytetarëve do të udhëheqin klasën politike të Kosovës në përballimin e sfidave të ardhshme. Formimin e qeverisë së re të Kosovës, Kaja Kallas se cilësoi zhvillimin kurajues pas më shumë se një viti bllokim politik. Në një postim në X, kryediplomatia europiane uroi kryeministrin Albin Kurti, duke thënë se ky është një moment i ri për të avancuar marrëdhëniet mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës, si dhe dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Sport.
Në orën 18 në Bruksel merr jetë edicioni i 5 i Nations League, sa i përket Shqipërisë, skuadra e detyruar nga Silvinho e nis këtë aventurë të re nga vazo 1 e grupit C për të përcaktuar vendin e kombëtarëve merret përballë performanca e tyre në edicionin paraardhës. Në vazon 1 Shqipëria është më kombëtare si Islanda, Mali i Zi dhe Kazakistani. Parashikimi i motit. Vendi ynë vijon të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të paqëndrueshme me vranësira e shira. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, në zonën e Alpeve dhe në relivet e larta malore në veriglindje juglindje të territorit bie të borë, por me intensitet të ulët. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Armelda Metastani. Unë jam Ervin Nikolla. Kjo është Top Albania Radio.